A është politika shqiptare ashtu siç e kishit idealizuar atëherë kur ëndërroni të ishit këtu ku jeni tani? Unë përveç studimeve në inxhinier ndërtimit kam studiuar edhe histori, pra. Dhe histori flasim 3000 vite para linjës Krishtit edhe 2000 vite më saj. Dhe në përgjithësi, lufta për pushtet është e pistë, është e egër, është shpesh me rregulla xhunglet. Pra, edhe teorikisht unë kam ditë, pra nuk ka se kam pas një pritshmëri tjetër. Në politik shef intriga, mediokritet, por shef edhe njerëz të jashtëzakonshëm, pra njerëz të jashtëzakonshëm, e kupton që nuk je vetëm, dhe kjo është një burim forcet, sepse ky rrugë kam zgjedhur unë, se ke njerëz që zgjedhin politikën në formë shumë më pragmatiste. Unë kam zgjedhur në formë idealiste edhe deri andrrimtare, sepse ky është karakteri jem, ky është formimi jem dhe nuk paragjykoj edhe të tjerë që e shohin në mënyrë pragmatike, nëse finaliteti është një vlerë shtume për vendin tonë ose për atë lokalitetin ku ai kontribon politikisht. Por nuk ka se kam ndonjë lloj zhgënjimit, pra unë jam mundu madje edhe ky që unë kuptoj për politikë me e transmetuar, pra që njerëzit mos më kriju pritshmëri, pra njerëzit më kanë më pragmatista për sa i përket marrëdhënies që kanë me politikën edhe me politikanë. Me që e nise fjalën me lufta për pushtet, nisur edhe nga ato që po qarkullojnë në ditët e fundit se çfarë ose si e tjetërson pushteti individin, të tremb pushteti? Si pushtet? Absolutisht. Unë nuk e di ku e kam lexuar, ma nisen para disa ditësh nuk e di kush ishte shkrimtari. Se faktet po tregojnë që pushteti disa njerëz i ka çuar në tjetërsim të personalitetit. Patjetër disa njerëz. Dhe ky shkrimtari që ishte një njeri i politikës, por nuk e mbaj mend autorin, pra nuk po e citoj autorin, thotë një gjë shumë interesante që pushteti bën me njoft njërin, sepse një person i mirë pa pushtet ndoshta s'mundet me qenë i mirë. E njëjta gjë për personat negativë dhe personat e poshtër, pra që i bëjnë dëm tjetrit. Pra pushteti më shumë se sa të tjetërson, pushteti tregon kush je. Pushteti, domethënë, kur ke pushtet ti e njeh personin. Dhe ky pushtet nuk është vetëm ekonomik, është edhe pushteti për me vendos, me marrë vendime për tjerë, me ndëgju ose mos me ndëgju dikë tjetër. Unë mendoj që pushteti tregon kush je. Dhe lum kush e ka për me tregu të mirën e tij dhe rrezik kush e ka që nxjerr anën më të keqe të tij. Nuk mendoj që pushteti të bën keq. Pushteti tregon kush je dhe secili bën ata llogaritë e tij, sepse në politikë shpesh ne na detyruar me zgjell një zgjedhje të gabuar, pra. Në politikë mundesh me kanë përballë dy zgjedhjeve të gabuara. Dhe ti ke me zgjell më të paktën e gabuar. Kjo nuk është të thënë që gjithmonë ke me zgjell mes të bardhë së zezë. Kjo kishte qenë shumë e thjeshtë. Në politikë ke me marrë vendime që kanë me bë disa dame, kanë me bë disa të mira dhe është në dorën e moralit tënd me i vënë pesh me njëra tjetrën. Aty ku bëhet politika e pistë është tek shfrytëzimi që i bëhet pushtetit. Kur futesh në këtë detej pra politike që ka mbrëmë dhe pjesën e pushtetit politik, ka automatikisht ka favore. Pra edhe në opozitë, edhe kudo që merresh, pra në momentin që ti shfaqesh, në momentin që fjala jote ka autoritet, fillon e ke disa lehtësina. Në të në aspektin, në respektin që t'japin njerëzit, në dyrët që t'hapen. Nuk flas vetëm kur ke pushtetin politike, po politik në kuptimin e pushtetit e qeverisë, pra edhe kur ke pushtetin e fjalës, edhe kur ke pushtetin e opozicës. Problemi është që ka disa njerëz që nuk abuzojnë me të, ka disa njerëz që e shfrytëzojnë, pra këtë e shfrytëzojnë për me prodhu mirë, për me prodhu ndryshim, ka të tjerë që e shfrytëzojnë për përfitime personale. Pra unë e shoh në këtë perspektivë pushtetin. Pra është çështje karakterit dhe lufta e njerëzve me karakter, e njerëzve me idealizëm dhe me njëshmëri për tjerë, është shumë më vështirë se e njerëzve që mendojnë vetëm për veti. Unë kam bërë shpesh krahasimin si rritja e shkurrës me ullinin. Është shumë më lehtë mu rrit një shkurrë, por kur ullini arrin me lindë dhe arrin me lulzu, nuk pyet më për shkurrët. Pra është një betejë që është shumë më vështirë për njerëzit që dojnë me bë mirë, por nuk mendoj që pushteti i prish njerëzit. Pushteti thjesht tregon kush janë.